Itineraret e Skënderbeut në Itali, konferencë ndërkombëtare në Amalfi. Në 50-vjetorin e krijimit të qendrës Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Qendra e Kulturës së Historisë Amalfitane organizon një konferencë ndërkombëtare me titull Sulle tracce di Skanderberg, itinerari kastriotiani e kultura arbëresh nell'Italia del Sud. Në gjurmët e Skënderbeut, itinerare kastriotiane dhe kultura arbëreshe në Italinë e Jugut, një aktivitet që ndërthur historinë, kulturën, kujtesën e komuniteteve arbëreshe në Italinë e Jugut me figurën simbol të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Konferenca do zhvillohet në qytetet Gragnano dhe Amalfi gjatë datave 20 deri 22 nëntor 2025 dhe do të ketë kulminisër veprimtarisht kulturore që shënojnë 50-vjetorin e kësaj qendre kulturore, institucion që promovon kërkimin dhe ruajtjen e trashëgimisë historike kulturore të Bregdetit Amalfamitan. Ngjarja do të jetë lidhur me botimin për herë të parë të një edicioni kritik në italisht të poemës epike Skanderbeidi nga autoria Margherita Sarocci, botuar në Itali. Ajo ka jetuar nga viti 1560 deri 1617, është e para grua me lehtësinë italiane që shkroi një poemë epike frymëzuar nga figura e Skënderbeut. Ajo do të paraqitet edhe botimi origjinal i vitit 1623. Konferenca synon të mbledh studiues nga fusha të ndryshme si albanologjia, historia, sociologjia, letërsia, arkitektura dhe antropologjia. Kryetari i komitetit shkencor është profesor Francesco Altimari nga Universiteti i Kalabrisë. Pjesë të tij janë emra të njohur nga bota akademike italiane si Matteo Mandala, Evalda Paci, Amelda Panayoti, Arsim Sinani e të tjerë.